Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Të gjitha falënderimet, lavdërimet, adhurimet tona i takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Ai është Zoti jon, krijuesi jon. Ai është I vetmi që meriton adhurimin. Andaj lutim Allahun te baraka wa taala që të na bën nga robërit e tij falëndërues. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Takohemi edhe sonte me lejen e Allahut të mënduar në dersin ton të radhës, ku tashmë është e njohur për neve seria dhe janë të njohur detalet për çfarë do të flasim dhe për çfarë kemi folur edhe më herët. Jemi duke folur për një betej, jemi duke folur për një çështje të rëndësishme, madhore. Madje nuk ka gjë më të rëndësishme për njeriu në jetën e kësaj bote se njohja e kësaj që na po flasim për ta. Kjo temë, sikur që kemi përmendur, është temë e vjetër dhe ka filluar me fillimin e njerëzimit. Dhe pastaj ka vazhduar me të dhe do të vazhdon deri në ditën e fundit të kësaj bote. Jemi duke folur për konfliktin dhe natyrshmërinë e armiqësisë mes njeriut dhe armikut të tij Iblisit, shejtanit. Kemi folur në takimin e kaluar, ju kujtohet, për një metodë prej metodave të tij që shejtani I mallkuar I përdor për të devijuar njerëzit nga rruga e drejtë. E tëra çka shejtani dën për njerëzve e kemi cek edhe në dersin e kaluar dhe do ta përmendim vazhdimisht. E tëra çfarë dën shejtani për njerëzve është që ato begati që Allahu Azza wa Jalla I ka begatuar njerëzit me to, ato të mira që Allahu a ka dhënë njerëzve që ta gëzojnë jetën në këtë botë, që ato begati mos t'i shfrytëzojnë ç'është duhet. Dhe rrjedhimisht nga kjo mos të arrin lumturinë që u ka garantuar Allahu në jetën e kësaj bote. Kjo është e tëra çka dën shejtani për njerëzit. Që të na bën të dështuar, që të na bën të dëshpëruar, të na bën të përçarë, të coptuar në jetën e kësaj bote dhe rrjedhimisht për kësaj pastaj edhe ta humbim xhenetin e Allahut Azza wa Jall, e që të gjithë të shkojnë atje ku ai veç e ka merituar më herët. Dhe për të bërë njerëzit shejtani kështu nuk kursen as në metodë, as nuk lodhet. Dhe sikur se thot Ibn Taymi rahimahullah, madje as nuk I mat pasojat. Ndon nga njëra e din se ka mundësi të jetë aty dëmtimi I tij, ka mundësi të jetë aty dështimi I tij, megjithatë sakrifikon edhe sulmon. Për neve është domosdoshme që na ta njohim këtë betejë, nga se sikur që kemi cek, dashtëm apo nuk dashtëm na. Pranuam ne apo nuk pranuam ne në mënyrë të domosdoshme. Në momentin kur kemi ardhur në kësaj bote, jemi bërë pjesë e kësaj beteje. Andaj në këtë betejë nuk ka shikues, në këtë betejë nuk ka ndërmjetësues, në këtë betejë janë dy palë. Ata të cilët kanë ra viktima dhe kanë përfillë mësimet e shejtanit dhe të tjere që kanë mbetur besnik mësimeve të Allahut Azza wa Jall. Prandaj çdo luftë tjetër paramendohet të ketë ndërmjetësues për pajtim, për armë pushim. Çdo luftë tjetër paramendohet të ketë palë e përjashtuar, e pa dëmtuar në konfliktet e caktuara. Çdo luftë në këtë botë që bëhet, përveç në këtë betejë s'ka të atill. Për të bërë pjesë e kësaj lufte, mjafton që të vish në këtë dunjë, kaq. Kurrë më tepër. As nuk duhet të jesh I kësaj ngjyre, as nuk duhet të jesh I kësaj feje, apo nuk duhet të jesh me këtë gjuhë apo I këtij vendi jaftë. Kushti kryesor që të bësh pjesë e kësaj betejë është që të vish në këtë botë dhe kemi ardhur. Dhe në momentin kur vjen në këtë botë, automatikisht futesh në këtë lojë, futesh në këtë betejë. Në qoftë se një këtë betejë drejt që duhet, dhe në qoftë se një si duhet strategjinë e armikut, e një si duhet sulmin e tij, dhe pastaj I ki parasysh mbrojtja që Allahu t'i ka dhënë ty, dhe me ndihmën e tij sulmon armikun tënd ke pështu.
në qoftë se gjitha këto i neglizhon, nuk i marr parasysh, nuk i mëson sikur se duhet, duke thënë se s'ka shejtan, s'ka kështu lufta e kështu me radhë, mohimi i njerëzve. Këtë luftë nuk i përshton nga kjo luftë, këtë me ditë. Sikurse disa njerëz mendojnë se duke e mohu përgjegjësinë që kanë me dhënë se për Allahut Azza wa Jall, mendojnë se kjo i bën që kjo mos mendon. Dita e gjykimit, dalja llogarisë për Allahut Azza wa Jall është çështje e kryme, kjo punë ka marrë fund. S'ka për të më negociata, s'ka për të më shtyrja, nuk ka më për këtë ndryshime, kjo punë ka marrë fund. Allahu Jalla Ula thot, la yubaddalu al-qawlu ladayya. Nuk ndrohet fjala tek unë. Prandaj disa njerëz që e mohojnë ditën e gjykimit ose mohojnë llogarinë, a nuk kupton kjo se ata nuk kanë më llogarit? Dhe kanë më llogarit vetëm ata që e besojnë ditën e gjykimit, a ndodh kjo? Jo. Andaj edhe ata që e pranojnë këtë betejë ose nuk e pranojnë, ata që besojnë dhe ata që mohojnë të gjithë së bashku, janë pjesë të kësaj beteje. E jona është të shikojmë se në cilin pal jemi, e jona është të shikojmë se në cilin taraf jemi, se në cilin grup bëjmë pjesë. Kjo është ajo që i duhet njerit me ditë këtë botë. Andaj Allahu Xhallahu Ala kur të ka kriju, nuk të ka pyet apo don me kom pjesë e kësaj lufte apo s'po, nuk të ka pyet Allahu Xhallahu Ala. Nga se kështu të ka bërë me njërin e parë, me Ademin alayhi salatu wassalam, e ka sjellë këtë tokë Allahu Xhallahu Xhelalu, e ka dhënë gjithat mirat, mirë po se ka vetë apo don me të afru shejtani, apo don me të bëjë vetë nuk ka vetë Allahu Xhallahu Ala. Nga se urësia Allahu Xhallahu Xhelalu është mbi dëshirat tona. Urësia Allahu Xhallahu Ala është mbi çefet tona. Ai ka një qëllim se na ka prunë këtë dunjë dhe ai qëllim do të realizohet. Patëm qef na, apo s'patëm qef na, pranuam na, apo s'pranuam na, dashtëm na, apo s'dashtëm na. Kjo punë është e kryme. Nga se Allahu Xhallahu Ala kështu ka dashur. Dhe na ka prunë këtë dunjë jo që të realizojnë dëshirat tona. Ja, po na ka prunë këtë dunjë që dëshirat e tij shkon në vend atë. Dhe do të shkon me lejen e Allahut Azza wa Jall. Nga se ai ka garantuar për këtë punë. Prandaj ajo që neve na duhet, vëllezër të nderuar, është që ne mos jetojmë larg kësaj betejë. Mos mundohem të futim kokat në rreth, thosë s'po ndodh kurrë. Dhe po thuaj se siem na pjesë e kësaj. Jo, kemi thënë dersën e kaluar dhe dersën para këtij, kemi thënë se ato që ka shejtani dëm prej neve nuk janë sezonale, ju kujtohet. Kemi thënë se ato që ka shejtani dëm prej neve nuk janë regionale, nuk janë të gjuhërave të saktuara kështu me radhë. Ato përfshin të gjithë njerëzit dhe janë të përditshme. Janë të përditshme. Prej në momentin kur të vjen njeriu në jetën e kësaj bote, kontakton me armikun e tij. Andaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çdo fëmijë kur të lind e prek shejtani, a nuk e keni ndëgjuar kur del si çan? Kjo është prekja e tij. Kjo është kontakti i tij i parë. Prej këtij momenti tregon se mirë se erdhe në një botë që në qoftë se nuk e i gatshëm ki me kon argati jam. Prej këtë moment ai të përgëzon dhe pret prej te që të rreshtohesh në safin e tij. Mirë pa Allahu Xhallahu Ala na ka nderuar, duke na zbritur Kur'anin, duke na dërguar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka dashur Allahu Xhallahu Ala që ti hapëm syt. Mos bëhemi viktima, por të bëhemi ata të cilët me të vërtet, me punët tona, me angazhimet tona, të bëhemi ata të cilët ja dështojnë shejtanit dhe miqve të tij planet e tyre në jetën e kësaj bote, që të dëshpërohen këtë dunjë para se të dëshpërohen kur ta shohin dënimin ditën e gjykimit. Andaj thash, ai përdoren këtë rritim armë të ndryshme. Po alhamdulillah që Allahu Xhallahu Ala nuk ja ka mundsuar çdo armë që ai ka dashur. Nuk ja ka mundsuar Allahu atij që ta përdor çdo metodë që ai don. Po na ka mëshiruar Allahu Xhallahu Ala duke e përkufizuar tër aktivitetin e tij armiqësor kundër neve në kornizat e një sulmi që quhet vezvese, cytje. E vetmja gjë që ai ka mundësi me bosh me e cyt birin e Ademit dhe përmes cytjeve nga këndet e ndryshme të arrijë qëllimin që don ai. Kjo është tëra çka ai ka mundësi me bëu. Nuk ka mundësi çka të bën për të kësaj. Mirë po mjaft është, përmes të cytjeve ka bëu argat, ka bëu adhurues, ka bëu armiq të Allahut në tokë, fatkeqësisht.
ka bërë ata që i luftojnë me qëtë Allahu Gjallahu Ala, ka bë balë me këtë cytje. Andaj, për këtë cytje, kemi folë në dersën e kaluar, dhe edhe sot do të vazhdojmë që të flasim për disa aspekte që ndoshta në aspekt në jashtëm nuk janë të ngjajshme me ato që kemi thonë. Mirë po, domosdoshmërisht takohen dikon me këto. Nga se e kanë një burim dhe e kanë një qëllim. Andaj s'ka mundësi me konë shumë ndara njëra për tjetrës ato. Për metodave që shejtani përdor për t'i deviju bita Ademit, për metodave që shejtani përdor për të arrit qëllimin e tij që kërkon për njerëzve, e kemi thënë se qëllimi i tij është në 6 pika, ju kujtohet ndërsa që kemi thonë. Për të arritur të gjitha këto, metoda e radhës që ai e përdor është hieshimi dhe zbukurimi i të keqes nga njëra anë, ndërsa nga ana tjetër shëmtimi i të mirës. Kjo është shumë e thjeshtë me ndëgju, por kur të në detale dhe e sheh se të gjithë popull në fytyrën e tokës që ka folë Allahu për shkatrimin e tyre, burimi ka qenë se ato që ka është dashur me pa të bukur, ja u ka qitë shejtani të keqe. Dhe ata që është dashur me pa të keqe, u ka prezantu shejtani të bukur. Qysh e ka bëu kët? Qysh e ka arrit kët? Do të flasim sonte për kët me lenin Allahut Azza wa Jall. Aja që duhet ta dim na vëllezër të nderuar është se Allahu Jalla Jalaluhu ka kriju njëtë në kësaj bote gjëra të cilat disa janë të mira e disa janë të këqija. Jo që Allahu krijon keq diçka. Krejt që Allahu krijon është e mirë. Mirë po për shkak se njeriu ka keq përdorur është bëhe keqe. Dhe në qoftë se njeriu shikon këto gjëra i zhveshur nga ndikimi i epshit dhe i dilemave dhe dyshimeve. Shikon këto realitetet jashtme, këto gjëra të jashtme, shikon, por i zhveshur nga epshi, nga kujtja, i zhveshur nga dyshime dhe dilemat e ndryshme. Dhe në anën tjetër i pajisur me dritën e Kur'anit dhe Sunetit. Këto janë dy kushte. Atëre në asnjë moment nuk ka mundësi që ati ti duken gjërat qysh nuk janë. Do t'i duken gjithmonë gjërat çfarë janë. Do t'i duket e mirë, do t'i duket e keqe, kështu më radhë. Ky përfundim që njeriu e arrin për gjërat nuk i konvenon shejtanit. Normalisht, ati nuk i konvenon që këtë njerëz me di çka mirë dhe këtë njerëz me di çka keq, nuk i konvenon kjo. Nga se nëse dështon këtë pikë, e ka probleme i deviju njerëz, qysh ka me i mashtru pasaj. Prandaj ai përdor metodën e zbukurimit të së keqes. E keqja është esencë, po. Mirë, po përmes rrugëve të ndryshme munduhet që grupeve të caktuara të njerëzve munduhet që atë keqe, për cilën e kanë në vëmendje. Nga se që kjo është realiteti që ndodh prej Ademit alayhis deri në ditën e sotme. Që atë keqe që Allahu Xhallahu Ala na ka obliguar që përmes të mirës që kemi ta luftojmë, kjo është realiteti, apo duke zbukuruar të shëmtuarën, arrin shejtani të ndan prej neve njerëz bita Ademit, që atë të keqe që këta njerëz kanë pas obligim me e luftu, tashmë ata shëndrohen në mbrojtje të asaj të keqe, duke menduar gjithmonë se janë duke mbrojtur të vërtetën. Që të me bo shejtani. Domethënë, qenë ka një e keqe, Allahu na ka mësuar çka është e keqe. Në qoftë se zhveshemi ne nga ndikimi i epshit, nga ndikimi i kujtës, nga ndikimi i egoizmit, nga ndikimi i dilemave, dyshimeve të ndryshme, dhe me dritën e Kuranit dhe Sunetit shikojmë në gjërat, atëherë kanë pa të keqen të keqe dhe të mirën të mirë. Apo, dhe kur të shohim kështu, çfarë obligimi kemi? Kemi për obligim që ta mbrojmë, të kujdesemi për të mirën dhe ta përhapim, dhe kemi obligim ta luftojmë të keqen. Që kjo duhet më ndodh. Por shejtani e din se përderisa është situata kështu s'ka mundësi me mashtru. Atëherë vjen një grup njerëzish, fatkeqësisht nuk janë zhveshur sa duhet nga epshi, dhe nuk janë zhveshur sa duhet nga dyshimet, nga dilemat,
dhe në anën tjetër nuk kanë dritë mjaftueshme të fesë, nuk kanë bateri të fortë. Atëherë atë të keqe që është dashur me luftu çaj njeri, ja kallëzon si të vërtetë. Dhe kur fillon njëri me besu se që ajo është e vërteta, atër shejtani thotë për çfarë duhesh me dekti ato. Dhe çështu ndodh. Prandaj Allahu xhalla wa ala thotë: "Kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. Ibn Mesudi, kjo është ajeti në surën Kahf, nga ajetet e fundit të surës Kahf. Ibn Mesudi radiallahu ta'ala anhu, kur e ka lexuar këtë ajet, ka thonë: nuk din Kur'an ajet më trishtues dhe më friksues se që ky ajet apo nuk di unë. Ibn Mesudi ka thonë nuk din Kur'an ajet më trishtues, më tronditës, më friksues se ky. Çka ka ky ajet që ka kaq trishtues? Allahu xhallahu ala po na thotë kështu të vëllezër. Kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Thuaj o Muhammed, a doni t'ju tregoj për njerëzit më të dështuar në fytyrën e tokës? Njerëzit më të dështuar ditën e gjykimit kush janë? Më i dështuari, më i humburi, më i dëshpëruari, më i devijuari kush është? Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya. Këto fjalë po i thot Zoti i gjithësisë. Kush është më i humburi? Ata të cilët u shkoj hoq mundi dhe lodhja që ka bën këtë dunja. Sa shumë janë kësi subhanallahu. Sa njerëz janë lodh, po fatkeqësisht tu e mbrojt keqen ato. Sa njerëz kanë dek, po fatkeqësisht tu i qit gjoksat përpara duke i mbrojt zullumçar të ndryshëm. Sa kanë dek shkretit të mënu se po bojnë mirë, e fatkeqësisht kanë luftu miqtë Allahut azza wa jall. Sa shumë qita flet Allahu xhallahu ala, qita i ka da shejtani duke u ajeshu këtë keqen dhe duke u bërë të shëmtuar të mirën. Alladhina dhalla sa'yuhum, këta njerëz kur dalin në gjykimit ndoshta kanë me dal të lodhur, të raskapitur nga mundin këtë dunja, nga lodhja, nga ikja, madje nga burgosja, madje nga lufta e shumë të tjera. Mirë po, dhalla sa'yuhum, ka humb, nuk shihet askund mundi tyre. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Allahu po thot, e ata vazhdimisht, kështu ka shumë kësi, shumë ka. Kështu ti ai jepi tyne. Allahu po thot, që ta kur vinë ditë në gjykimit, s'kan troh se vapit e une. Këtë mundi hoqë që ka shku. A kanë ditë o Zot ta këtë punë? Vahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ata gjithmonë menojnë që duke bërë punë të mira ata. Kush jau ka zë këtë mirë? Kush jau boni atë mund të mirë? Kush? Shejtani, çaj që se kanë njoft ata. Çaj që është dash me ditë se të mashtron, se kanë ditë. Ju ka kushtuar me jetë. Ti ke kushtuar me kry, ma le të shkon. Por ju ka kushtuar me ahiret. Kjo është humbja më e madhe ata. Me humb njëri dunjan tek e fundit ata. Me vdek njëri këtë dunja. Vdek është me caktimin e Allahut azza wa jall. As nuk vjen përpara, as përmas. Kur kush nuk mund me të hongër as një sekond tjetër tonë ata. Këtë dunjaja më uqu, me thonë ti zban me rnu ma shumë se qikaq, sun të marrin shpirtin ata. Nga se, pse sun të marrin? Nga se ai që ta ka dhon shpirtin, si ka vetë kur ta ka jap, as nuk i vetë kur ta merr ata. Për çfarë arsye? Andaj ai që des, tek e fund e ka përfundu misionin këtë dunja, ajo që ka për tek Allahu shumë më mirë ata. Mirë po, në qofë se up njëra ahiretin, qka ka fitu ma sëna? Uhum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. E ata vazhdimisht janë duke menduar se po bojnë punë të mira. Kujdeso musliman, mos i të mënu që të vë mire, si të vë mirë.
Kujdes mos e të menu se e të shku mirë, si e mirë. Kujdes. Nga se shejtani vazhdimisht është prezent për ma ta hiesh rrugën, mire ki, ma mirë se ti s'ka kush bën këtë tokë, ti e kështut, e kështu më radhë. Shika, kontrolloje aktivitetit tënd, jetës tënde, ndezja ndriqimin e Kur'anit, nga se veç me ta mundesh me pa ku je aftën. Të gjitha ndriqimet tjera, të gjitha bateria tjera janë falsa, nuk të kallëzojnë drejta je mire jo aftën. Ndriqimi i Kur'anit dhe ndriqimi i fjalës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është ndriqimi i vetëm që përmes tij kena mundësi me ditë a jem të shku mirë apo jo aftën. A ja kemi ndez veprave tona, a ja kemi ndez fjalëve tona, jetave tona, këtë ndriqim për çikuse, a është mirë ajo? Dhezi dritat një herë, këqyre ku je aftën. Mos t'i ndez Allahu yawmul qiyamah me pa so larg pas kum shku aftën. So larg s'është dash hiç mirë kësaj aftën. Andaj shejtani këtë punë e bën aftën. Prandaj shikoni çka thot Allahu xhalla xhelaluhu në ajetet e shumta në Kur'an, kur flet për këtë mashtrim, kur flet për këtë zbukurim, kur flet për këtë stolisje. Dhe një për këtyre ajeteve në ajetin An'am 42 dhe 43 në surën Al-An'am Allahu xhalla wa ala thot: "Wa laqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un falawla idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun." Wallahi sa begatia e madhe është kur na i analizojmë gjërat, mundohemi t'i kuptojmë gjërat me sqarimin e Zotit të gjithësisë. Kush i din më mirë të punë se Zoti jon? Kush i din? Kush din me të kallëzu më mirë se kush e ka për një me, kush se ka sa Allahu xhalla wa ala? Ai që ka zemrat në dorë. Kush din? Andaj ngoja që ka thënë Zoti xhalla xhelaluhu. "Wa laqad arsalna ila umamin min qablika." Ne kemi dërguar Ne kemi dërguar para teje o Muhammed tek popujt ma herët, ila umamin min qablika, kemi dërguar shumë. Mirë po, se kam pranu propozimin e pejgamberëve, se kam pranu shërimin e pejgamberëve. Andaj Allah xhalla ora thot: "Fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra." Nga mshira, qërë Allahu xhalla ora i ka mshru edhe me të mira edhe me sprov. Fillimisht u ka dërgu pejgamberë, kthejuni Allahut, adhurana vetëm Allahun, respektone gjykimin dhe ligjin e tij, respektone rrugën e tij, ndjekni rrugën e pejgamberit që ka dërgu. S'ka ndasht, ai ka dënuar më herë? Ja. Fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra. Atëra Allahu po thot, i kemi prek kapak me varfri dhe smundje. Për çfarë arsye? Jo me i dënu. La'allahum yatadarraun, ndoshta kjo sprov do t'i gjunjëzon dhe përul për Allahu xhalla wa ala. Mshire pat. Mi po s'ka kry punë kjo kurgjë. Gjithë kjo ja u ka shu njerëzve edhe ma te për kryesin, me dimallësin. Atër Allahu xhalla wa ala, falawla idh ja'ahum ba'suna tadarrau. Sikur kur ju ka arë shenja prej neve, kur ju ka arë smunja prej neve, kur ju ka arë varfria prej neve, kur ju ka arë sprova prej neve, kishin me ngu që atëre ma mirë kishin pas punë. Olakin, mi për çka ndodhi? Që analiza e Zotit xhalla wa ala? Që sqarimi i tij, çka ndodhi? Në surën An'am, thot Allahu xhalla wa ala: "Walakin qasat qulubuhum", mirë po zemrat e tyre u bënën siguri aftën. Kam me hi rahmetin të pasaj. Walakin qasat qulubuhum, edhe kur u forcun këto zemra, kjo zemër që e ka rolin me detektu rrugën, kjo zemër që përmes saj ndriçohet rruga e shë, kur kjo u shkim drita, atër shejtani ka prit. Këtë ditë mu fik. Shejtani ka prit që kjo zemër mu buguri, qasat qulubuhum, kur u forcun zemrat, kur u fik drita, zayyana lahum shejtan, intervenoi shejtani më një herë, duke u hajeshuar të kundërtën e asaj që pejgambert u thanë se është e mirë apo është e keqe. Fazayyana lahum shejtanu ma kanu ya'malun, dhe shejtani vazhdimisht u thoshte se burrat mirë jeni ju, si ju s'ka kërkush,
duke u hajeshuar dhe zbukuruar aq çfarë ata janë duke e bërë. Këtu e kemi një san interesant vllaznin këtë atë. Zakonisht njerëzit sot për çdo dështim që ju ndodh në jetën e kësaj bote thonë shejtani ose është e përhapur mesin e muslimanëve për shembull për shumë dështime, jo për shembull masoneria, jo çifotët, jo ku di klubet e ndryshme, jo rrjetet e ndryshme kështu me radhë, ata kanë fajs, ata mos me kon, ata na bojnë kështu ata. Kjo jetë në kallëzon se kur është realiteti atë. Kjo jetë të se për ju është mas pari atë. Me qenë që ndryqimi i zemër është i fort, nuk kanë mundësi me bukur gjë. Mirë, po kur të fikët kjo, ata pastaj presin. Dhe në momentin kur musliman dopsohen, kur ata rëzohen, kur ata përqahen, ata i kanë të gatshme planet pastaj të qysh me internu të musliman të atë. Po në qofë se gjitha këtu e në regull të këna, apo kuptim qartë fesë ka, unitet bashkim mes muslimanëve ka, rahati ka, qëfar kanë mundësi me bo kurthat e armejgjve të kësaj feje muslimanëve? Kurgjë? Nuk kanë mundësi kurgjë me bo apëta. Si kur se thëtë Allahu Jalla wa Ala, len yadurrukum illa edha, nuk kanë mundësi me ju bo dëmë prese me ju shqetsu rahat mos me ilonë, kurgjë për mi këtë tokë ma shumë të heqë. Mirë po kur musliman kaset kulubum, kur të zemra bo nguri, nuk ndikon nga leximi i Kur'anit, nuk ndikon nga fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, atë çfarë ndodh? Atë shejtani është në prit. Atë ai e zbukuron gjendjen e çdo kujt, çfarë është ai atë. Miri, çish ka, çfarë njerëz ka, ose me zbukurim sikur do të vjen në vazhdim se çish u zbukuron njerëzve ato çka nuk duhet me qenë të tilla. Mirë, po kjo na ka dhënë qartë vllazni për metodën e tij. Dhe kur intervenon ai me këtë metodë? Intervenon në momentin kur zemra është e ligë, zemra është e dobët, kur zemra nuk është e fuqishme, nuk është e ndriqueshme sa duhet. Çatër ka hise vallahi shejtani të natën. Nga se Allahu Jalla Ala ka thonë inna kejde shejtani kana daifa. Allahu Jalla Ala thotë kurthat e shejtanit, s'ka thonë një kurth, dy, krejt kurthat e tij, krejt çytet e tij, ka thonë Allahu Jalla Ala daif. Dopt është, të dopta janë. Mirë, po pse për në bonë të forta? Pse për në bonë të vështira? Pse për në bonë të ona? Për shpër arsye? Nga se zemra është likë fillimisht, apësën. Brëndësia, atje ku e ka venin besimi, që atje e likë shtë puna, apësën. Që atje ku e ka venin bindjen Allahu Jalla Ala, që atje e likë shtë puna. Tani ligën edhe durët, ligën edhe komt, ligën edhe sytë edhe vesht, këtë pas e ligën edhe shpekësaj. E pasaj shetani vjen dhe thotë që këta sy ti si të pa për të saj që ka ka. Unë e të ka dhe që ka ka. Që kjo është e bukra, dhe që kjo është e keqja, dhe që kjo është e shëmtuara, për mes metodave të ndryshme. Për këtë arsye, duhet besimtari që të arun këtë zemër, të arun këtë vend që është besimi i ti në Allah në këtë zemër. Të duhet vazhdimisht të kultivan besimin këtë zemër, të aruan, të pasron këtë zemër, vazhdimisht. Nga se sa është zemra më e fortë, rrezet e kësaj zemre do ta djegin çdo tentativë të shejtanit me prek të atë. Apo sa është temperatura më e madhe, apo aq më problem është më i afru. Jo që s'ki mundësi me prek në ta, po s'ki mundësi as më i afru, apo jo pse ajo është çaq i madh, po për shkak se temperatura e tij është për te formës ti çfarë e ka. Andaj, a nuk i keni të gjithë, të kthjellët, edhe në mend e tuaj hadith në pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, kur i ka thonë pejgamberi Omerit radhiyallahu ta'ala anhu, wallahi Omer, nuk e ecti një rrugë e që shejtani mos me ikë në tjetrën atë. Me çka e ka detyruar Omeri shejtani me kalu në tjetër rrugë? Me çka? Aja se ka pa, as se ka pas në dorë, as se ka ditë, ka mund me kalu para unë vetina mos me paj. Me çka? Me këtë dritë të fuqishme të kësaj zemre që ka qenë brendin e këtij njeri të madh. Andaj sa ma e nxehtë kjo zemër me besim të pastër, nxehtësia e saj do të djeg çdo kurth të shejtanit. Sa ma dopt drita, aq më lekë është edhe rezistimi, pastaj është edhe aq më i fortë insistimi i shejtanit për me depërtuar deri te kjo zemër. Çfarë metoda përdoraj për me na zbukuru, me na hieshu këtë apo? Ose me një fjalë tjetër, në cilat aspekte ai prek për me na zbukuru neve të mirën,
për na zbukuruar me të keqen dhe për ta bërë të shëmtuar të mirën tek ne. Cilat ato aspekte që na duhet më kujdes të më shumë të. E para, shejtani sigurisht thash vllazni don për neve që na marron gjuna. Kur që më shumë. Çdo që Allah ta ka bëu haram, apo ti zban marron to e ai don që ti marron to. Çikaq. Ai e din se këtë s'e bën më një herë atë. Dhe ai din që në formën çfarë është e keqja nuk ka mundësi. Atëre mundohet që të me zbukuru atë. Mundohet që të me prek. Duke zbukuru të shëmtuarën dhe duke shku në mënyrë graduale. Andaj Allahu xhallahu ala thot: "Wala tattabi'u khutuwati shejtan." Mos i pasoni, mos i ndjekni hapat e shejtanit atë. Nuk vjen me njerë me tonë, sikur se kemi cekë në desën e kaluar, mirë po, qa është rëndësia e kësaj që për cekëm tashë për sërirë? Rëndësia e kësaj vllazni është se sare të ndëgjojsh, apo sare të bësh pjesë e ndonjë hapi të caktuar, këndelu, këfillu, zgjohu, nga se dije se në qofë se nuk nalësh, përfundimi ka me kona atje ku shëtan dhe me qëtë jashtë. Gjdo hap, kur më thuj është e vogël, kur më thuj kjo është e vogël, kur më thuj kjo është më rëndësi, kur më thuj kështu apësa. Nuk duhet keme konë gjuha muslimanit në raport me Zotin e tij apësa. Sikur se ka thonë ulemat për para, mos shika në madhësin e gjunahit, ma e men këtë fjalë. Ka thonë djetarët më heret, mos shika në madhësin e mëkatit, por shika në madhështin e ati që po i bën mëkat. Mos shyrë sa është i vogël, që ka gjunah që, jo mos e këshyrë këtë punë, këshyre kujnë e i të i bo gjunah ti. Ka i gjunah të bo në mëja apëta. Kër e dinë se me këtë gjunah, me këtë vepër, je duke kundërshtu Zotin e gjithësisë, Allahun Azza wa Jall, me këtë i duke shkel në dvi ku ai s'kalon me shkel. Kër e kështu të kupton besimtari, të gjitha gjunat buen për të interesant më largu mo. S'ka diçka jo interesant, s'ka diçka më të vogël. Mirë po, këti kuptimi mundohet shejtani me gjujt perde. Mos më të kujtu kjo. Mos më të ranë men kjo. Duke aktivizuar këtë rast gjithmonë shansën e taubës, shansën e pendimit, shansën e kthimit, shansën e falës e kështu me radhë. Prandaj fillimisht një graduale dhe pastaj pas kësaj zbukurimi i mëkatit, i të keqes. Pas kësaj çka bën? Pasi që mundohet me mënyrë graduale, mundohet që emërtimet që Allahu xhallahu ala u ka dhënë mëkateve tu andron emrat ato. Tu andron emrat, duke u zbukuruar njerëzve. Zakonisht të keqen duke u munduar që tu a bën të shish me njerëzve përmes ndonjë emri ose përmes ndonjë gjë caktuar që njerëzit e duhen realisht ato. Kur ka dash me shku me nxirr Ademin alayhis për xhenetin. Çai ka thonë? Ai ka thonë, haje që ta, edhe pse që Zoti piktuit është një xhenet tjetër është më i mirë, ai ka thonë kështu? Ja. Nuk ka thonë ka dikun më mirë. Ja. Po ka shikuar që ato çka është Ademi alayhis, a ka në diçka që ai kish pasur me kundryshe? Çfarë ky mentalitet interesant është ato? Ademi alayhis më kon begati. Apo shejtani ka dash me këshyr, që ky njeri që to. Sa ato që ku e ka qitë Allah Ademin, a ka qenë caktimi Allah që, apo? Po, caktimi Allah të konë që të me konë. Dhe krejt që ka pasë të konë caktimi Allah të azogjen. Shejtani ka dash me jetu të njeri se a ka dhe që kanë mrena ati që ky njeri kësh pasë sef me konë ryshe jo që që ka e vëzote. Ka lyp veç ne e ka gjetë atë. Apo? E ka gjetë se që ky njeri kësh pasë sef që Allahu t'i kishja përhershmëri që të kështë, e që të se ka garantua Allah Gjallahu Ala. Përmes i saj, ja ka dhon pëmën, ka dhon qitë pëmë, që të ka ndalu Allahu Gjallahu Ala me hongër, që që ki haram, ka din për shka është. I ka thonë, shejtani, ja Adamu, hel edulluke, ala shëgjeret il khuldi, wa mulkin la jebla, o Adam, unë me të udhëzu ty, tek një pëm, tek një fryt,
që të garanton përhershmëri dhe pushtet të vazhdueshëm. A don? Ju ka aktivizuar këtë mënyrë ajo që kish pas se vëzot me adhon qëtat. Don, atë keqen, ato që ka është haram, ja ka zbukuru me ato që ka ai ka menu se i vynë që a japëta. Son njerë sot jo japë Allah Gjallahu Ala Sosana, që këton që ka që rëskojtë, ose që ka që qështu puna jote, i ka caktu Allah Gjallahu Ala këtë punë. Edhe njerëzit në vend që të mundohen, në vend që të mundohen për balë, karshik të caktimit Allahut Azza wa Jall, ta edukojnë vetën e tyre, duke thënë se ato që ka dhënë Allahu për mua është më e mira, në vend se të investojnë këtë drejtim, e lodhin vetën diku tjetër, duke thënë të shkon që shishin kon punë. Ti ndodh që thotë hajri inshallah, po më mirë shkon, duke kontestuar kaderin Allahu Xhallahu Ala. Çata ka thënë pejgamberi mësuni lau, mësuni sikur, gazet kjo sikur ja hap dyrt shejtan, ja ka çel dyrt, çatër vjen ai. A pesha? Apo do të ti apo vi çaf që kemë kon çështë po. E po që kjo rrugë që të që çata s'ta ka zotin. Sa njerëz bin viktima në gjuna për mes së dera. Shumë vëllai. Do të çdo kush për ne ato. Pa i bënë i bindur, sa ata që ka ta ka caktuar Allahu Xhallahu Ala, çaja është më e mira. Çata Allahu Xhall nuk ka mundësi kur kusht, vallahi nuk ka mundësi kur kush hiç me caktu për ty diçka më të mirë se ai që të ka krijuar, është e pamundshme. Prandaj as ju ka arsat që po thojnë gjysmës së njerëzimit, gjinisë femrore, apo përmes shejtanëve që dokën. Ka shejtan që dokën e ka që s'dokën. Ta shejtan që dokën ju largat atyre që s'dokën. Edhe e kam pa. Allahu Xhallahu Ala ka caktuar për këtë femën ligje, rregulla, që këto ligje dhe këto rregulla e bëjnë nderuar. Wallahi e bëjnë të respektuar, e bëjnë ngritur këtë grua. Nuk ka mundësi me ngrit gruan, me nderu gruan. Kur kush hiç, më shumë se Kurani. E pamundshme është. Është e pamundshme. Ka shejtani dhe ka pa. Se gruaja ka marak me shfaq shtrit, mu do të bukuria atë. Allahu i ka thonë këtë bën zaram, nuk është ke mirë për ty. Duhesh me shfaq dikun e me mshef dikun. Ka shejtani sikur sa Ademit. Adem ta ka dhënë me to që gjithkush e sheh sa e mirë je. Hiç mbulesën atë. Shumë thjesht. Si ka thonë bën e haramin. Kundërshtoi ligjin e Allahut. Jo, apo i ka në emër të bukurisë. Adem mu duk më e bukur, Adem mu duk më e mirë. Adem mu duk më të hese. Gjuna këto flak që ti ka falë Allahu mi mshel shamia apo. Me këto bukuri me ka ardhi ka thonë. Edhe ka mendu njerëz që kjo është cili sot ka ardhi ka thonë që shamia, për shkak kur të luftojnë shamin ose kundërshtojnë shamin, kush deri sot e ka kundërshtuar shamin në emër të asaj që është e dim që është haram, po s'po mu e bal. Kush ka thonë kështu? Pak edhe musliman që e din këtë punë. Shumica kanë ardhur në emër të asaj që kjo është propër mbeturi, apo duke e shëmtuar të bukurën. Dërsa hijabi është bukuria e femrës apo. Hijabi është bukuria e femrës. Duke e shëmtuar hijabin, duke e bërë tron. Dërsa duke e zbukuru të shëmtuarën. Wallahi hekja e shamisë është shëmtim apo. Po nuk kena mundësi me e pa kështët të bukurën edhe kështu të shëmtuarën në qoftë se jena në presion e epshit që thash fillim apo. Prandaj njeri kur zhveshet për epshit, apo njeri kur zhveshet për dyshimeve dhe për dilemave dhe shikon me baterinë e Kuranit dhe Sunetit apo e sheh se çdo e zbuluar është e shëmtuar. Se është pamundshme me kon bukuria në kundër të asaj që Allahu ka thonë. Pamundshme është. Mi po sa më shumë të mjegullave në syt me këtë epsh, apo aq më tepër përzihen punë. Edhe duket e me shamis, kjo s'është bukuri. Edhe kë kundër të që shtatë. E bën çështë shejtani atë. Çështë e ka nisë me Ademin alayhis. E ka marr erën ku po i dham këtij njeri atë. E ka marr erë, andaj ka ardhur shtatë. Me çdo haram mos tin detale atë. Para mendani sa që ka arrit përmes këtyre stolive dhe këtyre hieshimeve më të shëmtuarën fytyrën e tokës me bot bukur. Çka ta mëmën për tjera atë? Cila është gjëja më e shëmtuar në fytyrën e tokës? Cila është veprimi më i shëmtuar në fytyrën e tokës? Veprimi më i shëmtuar në fytyrën e tokës është shirku. A ka shëmtim më të madh për njerin se me shku te vorri,
Vëse me pas me lut Allahun drejt për drejt, me shku në tyrbe, me shku në teqe, në vorre, me shku me aman i thmi, një mam. Kjo është shëmtimi më i madh i mundshëm. Po kur të verbohet njëri, edhe qërrohet njëri, edhe kjo i duket e bukur ato. Edhe kjo i duket e mirë ato. Sa që ka shku larë me këto, as kanë dalë sot grupe të shumta që pretendojnë se e adhurojnë satanën iblisin. A adhurohet shejtani, Allazni, a adhurohet. Qëta njerëz mendojnë se seni më i mirë që duke bosh që e tyna. Kush ja u ndreqi Allah kështu? Kush ja u jeshoj kështu? Që ky shejtan me këtë metodë ato ka ardhur. Nga se të njëri ka zbrastina. Allahu xhalla wala e ka kriju njeriu, andaj shejtani çore këtë hadith. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka kriju Allahu shejtanin e kur e ka kriju Allahu Ademin. Kur e ka kriju Allahu Ademin e ka lënë të shtrirë për tokë, një kohë të gjatë. Dhe ka ardhur shejtani e ka prek, s'ka pas ala shpirt. Hala s'ka pas shpirt. E ka prek. Sikur se ti kur vjen e prek, që sot çpras ka. S'ka kur që mbrana. E ka prek, e ka pas zbras. Atër ka fillu me hine për ta. Ka thonë që ta unë e mashtroja këta. Nga se Allah e ka kriju të zbras njeriun për me e mush me vahi pastaj. Ai që kalon zbrastira në vetën e ti, e lyp shpirti ti me mush me diçka. Atër e kësë zbrastir vjen shejtani dhe e mush atë. Sa njerëz, me qëfar men kry njëri e pin drogën, me myt vetën e ti, krejt ata që ka e pin drogën, nuk e pin për shkak kënaqësisë që u afron, kjo është gënjeshtër, por për shkak të një zbrastiri që e kanë mrena, nuk din ç'është me mush pas ç'është ato. Wallahi me pas kënaqësinë e namazit, ata që e pin drogën se kishin pi kurrë ato. Se si duhet? Nuk i duhet. Cili prej juve është në xhami vum për alkool? Cili? Kur kush? Dikush për dikën që përjasht, është e mundshme mos më shkut mendja kur me pi, është e mundshme. Sa ato që ti e ke mush marakiun e ku mush me diçka tjetër. Për si të punë ato. Andaj çdo sen që është e zbrast tek na, e që shpirti e lyp, lumturia, rahatia, bukuria, kënaqësia, gjitha këto, e që nuk i kena mush me Kur'an që duhet, që ato vjen shejtani duke i zbukuru, ti mush me ato që nuk duhet ato. Që ke rregull që funksionon. Andaj që i ka Ademit, e ka patë Ademin një zbrastir, një qef, këtu të mbrendshëm me kom për gjithmonë. Që ato ja kanë gjitë. A do në që keti kitë mirë të ki, a do në që zbrastir, që zhek që të ka me të menen, a do me ta përblush. Po, hapi që sa i dega. Me që ta manë bota. Që është do kujt i ka ardhë, a do me të kalzu që është këmë dëfry, a do me të kalzu që është zotër një që është duhet, që është të apëtan. Ja u ka hi e shu apëtan. Ja këni pasot apëtan. Në qëfar forma u hi e shuat njerëzve zinaja përmes lej prezentimeve dhe paraqitjeve, njëra të ndryshme që njerëzit me të vërtet më bind se nuk ka mundësi njëri më knaq për esën qoftë ose si shtarë. Pa mundshme është ato. Kush ka mundësi me e rezistu që sa i lufte? Kush ka mundësi? Veç ai që e ka përjetuar mbëlsinë e Kuranit të namazit, veç ai ato. Kush ka mundësi me e rezistu? Kush ka mundësi, kallëzomni, me e rezistu kërkesave të vazhdueshme për zhveshje, për lakurici, për prezantim të bukurive, se kjo është e ardhmja, se kjo është përparimi. Kush ka mundësi? Kur kush vallahi? Kur kush nuk ka mundësi? Veç një grup njerëzve. Ato të cilat e kanë provuar se në shami është bukuria, në shami është lumturia, në shami është rahatia dhe qetësia, veç ato. Pra dhe na si musliman e kena për obligim që të reflektojmë krenari, të reflektojmë lumturi. Na që falemi, nuk duhet që t'i kallëzojmë dikujt tjetër se jena të stresuar, e ata duhet neve me na qetësu. S'ban kështu. Qetësimi është na, e stresi është atje. Qetësia është na, e depresioni është atje. Bukuria është na, e shëmtimi është atje. Në qoftë se ju japim hapësirë për ndryshe, kanë më na kallëzuar ata derset moralit, të cilëve që po na kallëzojnë sot ata. Fatkeqësisht, ata që kur s'kan pas sjellje dhe moral, duhet më na kallëzojnë neve që ka dalë se duhet më respektu drejtat e njëri tjetrit ata. Kush po na kallëzon këtë punë apo? Ata që deri janë vëra babë e birë, e nëna shkoi kena dashur.
Po, që atëre, pse ka ndodhë kjo? Nga se na këna lënë zbrastina, pëtë. Na këna lënë zbrastina, vlasnjefën. Andaj qysh të lënë zbrastina për jashtë, qashtu qysh të lënë zbrastina mrena, qashtu shejtani i shfrytëzon, duke i zbukuruar pasaj, duke ardhur, duke kallëzu se a dën përparim, a dën zhvillim, a dën integrim, a dën emancipim, a dën, po e që kjo udha, në që dhe ti zdin, se ke përru kur ndryshe, si e dalë kur, atë rebosh bëkti me ti shumë kallaj. Pra ne zbukuran, thash fillimisht, gradualisht, nuk shkën me një herë, po hap pas hapi, si kurse, në qofë se e marrëm punën e shamis, atëre, si ka hek shamia të piku ka vetë grave me njerë, jo, apëtën, po fillimisht ka filluar me zbulimin e ftyrave, pastaj me të rjekën e shamia pak dë gjysmë të kokës, e tani pastaj me dëmantila dirin të gjysma nër gjuatje poshtë, apëtën, e që shtu ka dalë, tani diri sa, ka ordin këtë dërejgje, apëtën. Mos kujtoni se ato gjyshet tona që na kanë kallëzuar përpara, ju kanë me fyrat e mbuluara me shamia, për një herë ato, pi aty çato gjyshet tona janë shkuën kafeç. Kjo s'ka ndodhur kështu ato. Kjo s'ka ndodhur kështu. Gradualisht ka shkuar kjo. Dhe ky gradualitet ka qenë gjithmonë i shoqëruar me zbukurime, me joshje, me reklama, me propaganda, me thirrje, gjithmonë çdo ka qenë, gjithmonë. Edhe hala sot kësaj dite është aftë. Nëse na nuk prodhojmë qetësi, nëse na nuk prodhojmë lumturi, rahati, atëra do të vëz reklama e tij atë. Dhe tjetra e fundit që po duam të përmend personte, përmes të cilës ai mundohet me e zbukuru dhe me e stolis të shëmtuarën dhe me e shëmtu të mirën, e para thamë që duke e zbukuru gjunohin, apo gradualisht dhe me emra që i lyp shpirti njerit. A kuptum? Gradualisht dhe përmes emrave që i lyp shpirti njerit. Cili njeri në ftyrë tokës nuk do me konë rahat? Cili njeri? S'ka njeri kështu ato. Andaj përmes emrit rahati e gjonë zbrasin. A se pas ke mush rahatin me qyrë të nëzot, ja? E ta shta mushën ty prapë. A se pas ke mush lëmëturin qërë duhet, apo? E ta mushën ty rahat tash mira. Qërë të gjithmonë? Dhe tjetra, duke u mundu që ta qetë njeriun, ta dëbën njeriun, nga mesatare që ka mësua Allahu me jetës. Gjdo sen do këtë i bukur në qofë së vendin e vetë. Wallahi gjdo sen, epse është i bukur, po në qofë se nuk është vendin e vetë, i keq do këtë. Shumëtu, nuk është i mira i sen. Ti mush e ki pa një sen, kër e kosh me një vend, o shumë i bukur. Mirë, po kur do këtë me vume me qitë një vend tjetër, asë nuk i do këtë bukuria, asë nuk i do këtë kvalitet, asë kur që i do këtë i shëmtuar. Andaj munduhet shejtani që në metodën e tij të zbukurimit të së keqes mundohet që ti zhvendos gjërat. Qof djathtë thas apo qof më ka do koft, veç mos tjesin në kanalin në mesatarën që Allahu xhallahu ala i ka vendosur. E dikon e qet tepri në emën të devotshmërisë e takvallokut, edhe kështu e shëmton këtë punën, të mirën e shëmton, e dikon përmes tjetrës ato. Andaj thot Ibn Qayyim rahimullah, se kanë thënë shumica dietarë të selefit të hershëm, se shejtani e ka të zhvilluar shumë shqisën e të nuhaturit, erën. E ka të zhvilluar shumë shqisën e të nuhaturit. E çka merr era me këto hunë? Ai nuk merr erën e gjellave, të luleve, si vin këto. Po vjen merr erë të njëri, që ky njeri ka koprirje më shumë. A ka prirje me abubetit të rrafsh? Hajë se mirë është, i që ka keq, a që shtu ka prirje, a këj njëri komarak i dhes, ti të lejtë dhe ma shumë, cëllë, veç më sëllon me bides, dhe me cëllën, jam e ngrej kësa dja asajda pëtë. Andë vjen të dikush, i lath, onë si kurse disa njerë që kanë qenë fatkeci, i ka unë dilë se u kalë, ka unë qysh, nuk po përtën me menu aftë. Në disa njerë përtën me menu që në keq, jo që me lëviz, po pritojnë me menu se në keq. Qa që në dëmbele aftë? Kuptimin të onë, të shpirtit të mreshëm. Te këta vjen shejtani e thot që ka keq, miri, ta falë Allahu, që shtu mundohet, duke e zhvendos nga mesatari ato. Dhe përmes saj pastaj, ja zbukuron padyshim të keqen dhe ja bën të shëmtuar, thot ku ke më nisash ato. A din që më bën më nisash më falti. Të gjithmonë e kin çikat saati loja ja nis.
dosh mos më qyr lojën më fal. Tani që si vakti gjithmonë I bën xhumaja, ti si vakti ki vakt në kafës. Qysh më fal ti? Tani ti të më ngjinu, po ti qysh më ngjinu ti? Ai mësoi që pa cigare s'kan hesap jam. A qysh ki më ngjinu ti? Valla thot ja se më anisë punë s'ka ka kush që pëqit kanë në fund. Lekit pun krejt, inshallah Allah më fal atë. I ka marrë se ky është I ladh thash, veç ja çetë një stok për mi edhe kë te I des në gjumë është atë. Çu ti shtim, po? Se e ka marrë erën, ky është I ladh, ky është livrit vlla. Hiç mos ki gale, veç mundoj që s'u ka pa këtu erën nuk ti apo. Te teatri vjen, te ai din që ti si renohet hesapi. Pse ky është I gjallë. Çai thot ti apo? Thot ku je ti me Abu Bekr e me ata apo? Ku janë kon ata apo? Don duhet njëri me bëu këtë punë. Në emër të devotshmërisë apo. Asnjë për këtë punë s'ka lidhje me fen Allahut azza xal. Te të lodh, të raskapit mirë. Të raskapit mirë, jo në atë udhë që ka mësua Allahu xhalla xhelaluhu. Ose me I gut rezultatet ato. Me I gut rezultatet ato. Çuçi apo bakia, çura ummeti që ka bot, çuçi apo na bojnë. Livret, çu bë diçka në aton me çipi mesatorës. Sa është kon të ecë mirë kon të ecë. Me çipi kollosekut. Me çipi binarve të mesatorës që ka ecë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nësi ka marrë. Andaj dikon e gut më shpejt. E dikon thot ka dalë se mrin sa dush ti atë. Sa dush ti mrin. Apo sahi nuk e ka rrejt mrin veç ku. Ai ka më mri 100%, po ku ka më mri atë? Andaj përmes të dy metodave, përmes së nuhatje dhe zbulimit të njerëzve e merresh ku është atë. Prandaj njëra ka qenë Abdul Qadir el-Jilani, një prej adhuruesve të mëdhenj në Bagdad që ka qenë njëra duke u fal namaz natës. Edhe e kanë dëgjuar një zot, shejtani ka fol. Ka thonë, o Abdul Qadir, ball u fale mo se Allahu ti ka fal kreqa ke bëu. Ka thonë, e mora vesh që je I mallkum ti, andaj nuk thot kështu pos Allahu ditë në gjykimit apo. Mati, vezvese që vjen ai e mira e keq, a duhet mu gut, a duhet me flajt, mati me Kur'an, edhe me sunet. Mos I mat me ato që ka vjen kare se çka ka çush bojnë tjertë, nga se bën vakia është ndonjë stok I përgatitur do me të shtin gjumë iblisi ato. Me ta zbukuruar të shëmtuar, ose me ta jeshu shëmtuar ose me ta shëmtuar të zbukuruar ato. Të gjitha këto I bën vëllazë që ti nxjerr njerëzit nga rruga Allahu xhallahu ala. Me cilën prej këtyre fiton nuk e ka gale, atë gut më shumë. Wallahi nuk e ka pas gale, ai ka bën njerëz xhavarëj, ai ka bën njerëz murxhi, ai ka bën njerëz se ka pas gale këtë punë apo. E rëndësishme kon me I qit për rrugës mesatar të ehli sunet apo. Që kjo kon më rëndësishme, mos me es njerëz rrugën e pejgamberit sa. Pastaj a kanë më bë çse a se janë aton gale se ka më. Nga se din që pastaj çdare ka malet me I rrezu ato. Prandaj na duhet I kuptojmë këto ligje, ti kuptojmë këto rregulla, ti kuptojmë këto betejë që zhvillohen, që vazhdimisht të bëhemi pjesë e asaj që Allahu xhallahu ala ka dashur. Nga se thash nuk kemi para vetes vallahi përveç dy rrugë. Dhe nuk e kemi mundësinë e të qenë të shikues, është e pamundshme. Atëherë ose kime qenë argat I Allahut dhe rob I Tij, e për këtë duhet punë edhe dituri, ose kime u shëndu në argat të Tij, e pranova apo nuk e pranova. Dhe gjitha këtua I bën thash në emër të këtyre mashtrimeve, të cyteve që I kom cek dersën e kaluar, edhe të këtyre zbukurimeve dhe joshjeve që fola për to në këtë ders. Duke munduar që vazhdimisht njerëzit t'i nxjerrin nga rruga e drejtë. Sa më shumë janë njerëz të ndriçuar me librin e Allahut dhe me sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, aq më tepër do të digjen të gjitha rrjetat që hudhen në drejtim të shejtanit. E sa më adopt është kjo, atër mundësia për të fut në rrjetin e tij është vazhdimisht e madhe. Unë e lutem Allahun xhallahu ala që na ruan nga sherrri I shejtanit. Të na mbron Allahu xhallahu ala nga çdo sherr. Sikur që lutem Allahun xhallahu ala që të na jap detyri të mjaftueshme.
e cila do të jetë dritë për neve, që përmes saj do të detektojmë, do të zbulojmë këto kurthe, këto mashtrime, këto cyte dhe këto zëra që mundohet na devijojnë, na largojnë nga rruga Allahu xhallahu ala. E ai që mundohet dhe ai që përpjeket, Allahu xhallahu ala ka më ndihmuar. Sikur që lutem Allahu xhallahu ala që muslimanëve në gjitha vend e botës u ndihmojnë. Posaçërisht në ato vende ku janë duke u munduar që me largu zullumin nga kokat e tyre. Në ato vende ku po mundohen që spaku t'i rikthehen jetën normale, të jetojnë edhe ata si njerëz, sikurse pjesa mbetur e botës, Allahu ju ndihmon kudo qoftë. Elus Allahu xhallahu ala që të gjithë zullumçarët Allahu më i shkatërrohet. Elus Allahu që të fut fitnë dhe të lashë me syne e që të prishnë të shkatërrohen mes vete, e që t'i pshton e t'i ruan muslimanët faqebarë që ndoshën nga gjithë të lashën nga gjithë spon. Edhe mos e harroni muslimanët duat e juaja nga sa ata kanë nevojë për lutje juaja. Posaçërisht ajo që ka po ndodhur në Egjipt është me të vërtetë shumë rënqëllëse dhe shumë trishtuese për çdo musliman, për çdo njeri fytyrë në tokës. Nga sa që ka po përcjellën përmes mediave, jo vetëm muslimanët, po me të vërtetë të gjitha shoqatat për të drejtat e njerëzit, ose çdo njeri, çfarë do të qoftë feja e tij, që pak ka ndjenjë njerëzore, është ngrit dhe e ka ngrit zërin e tij kundër asaj çfarë po ndodhet mbi popullin e domthon e shkret në Egjipt. Andaj na lutem Allahun xhallahu ala që me të vërtetë të largohet zullumi nga kokat e tyre dhe nga të gjithë muslimanët e tjerë që thash jo për diçka më tepër, nga sa për më tepër vjen më vonë inshallah, po spaku le të kanë më hungur bukë sikur të tjerët, e le të kanë liri me shku në xhami sikur të tjerët, e le të kanë liri me punu sikur të tjerët, kaq, ata që kaqën të lypni herë ata. Kur që më shumë apo. Po lypen që më hungur bukë barabar si këtë bota që han ata. E kanë këtë nga se begatitë shumë të ju ka pa Allahu xhallahu ala, por janë sprovuar me zullumçar që po vahan edhe kafshatën e gojës. Inshallah Zoti këtë kafshat që u kanë marrë, ja u bën të fundit inshallah. E mos harroni dua me kaq që apo fund sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam.